Mendoni se do të ketë ndryshim në këto zgjedhje, do të ketë ndryshim tash në këto zgjedhje? 20 vjet i kemë provu për gjithë, 2 vjet kanë pas votime për gjithë, edhe të në herë se të në herë ma kesh kanë bon se shka kanë bon për para. Mi të falenderoj shumë dhe njerë, zotri Sajde. Përshëndesim shumë, edhe ne po ashtu. E falenderojmë dhe zotrin Sajde, vazhdojmë me një telefonat tjetër që kemi këtu me pagesë. Alo, përshëndetje. Kora, bado. Përshëndetje, zotri Gjafer, mirë se erdha. Mirë se gjitha, kora, ma në fund. Vjen mirë që morë lidhjen. A votohet me emocion apo me program politik? Si e vlerësoni ju nga këndvështrimi juaj? Me sy, këqa po shumë. Qa po shumë që Sovjet. Kena po mirë që 5 vjetë për Albini e keq kena po për atyne. Nuk ka shumë të emë. A dim se Korab nuk i voton populli opozitën. Pse po tua? Nuk donë me vjedh mo. E kanë vjedh bëm, nuk donë me vjedh mo kërkur. Vëlloj Korab, une pja pranoj që ati smole që tha. Na kanë sunua me shekuj të ujq. E u përzije gjoku me të vërtet që ta une po të garantoj në jetë. Qka ashtu? Që ta që në kundër Albinit krejt e kanë gjoku në përzijim. Nuk është mundet të kritikojmë në atë mënyrë. Nuk o gjakt postër shqiptarë. Qysh bërë njëri i tiku dele rang të publikisht. Në e dina krejt që është realiteti, a i thot Albini me Rusi. Albini kështu. Qysh bërë ashtu, s'ka punu kur, që s'ka bo. Qysh që vjen me rëtor pak. Zdo kush e ka mendimin e ti, zotri Gjafer, zdo kush e shprej opinionin e ti. Këtë e projnë, për kora për të projnë, këtë pavërthjeta. Mirë. Notën e njërë. Falenderoj shumë, përshëndesim shumë nga studio. E kam telefonatën në Viber, alo? Alo, me mrava. Edhe për juve, kush për në tret? Ylberi. Mirë se vjen, zotri Ylber. Mirë se vjen. Zotri Ylber, besoj që i duke në ndjekur nga fillimi, po flasim se a votohet me emocion apo me program politik. Si e komentoni? Ma shumë votohet me emocion, se program politik, unë zbesoj se një parti që ju ka që ndikujna për familje programin politik. Do me thonë, vetëm në për këto të ri që din me përdor teknologjien, nështë të mojnë me gjithë në program, për s'kam program asë një. Programi politik du të më bëllë dhe më dërguna për shtëpit, edhe me pas dikon një muj për para, me ditë se shka kanë me vepru dhe shka kanë me punu, se të pike fundit fjallë për me rejera, por shqyqër teknologjia për qëtë ato marifetet e tyne, kur thotë se unë nuk do të bisedoj me Serbi dhe unë do të bisedoj me Serbi, pa u gjithë eshrat ose pa u gjithë të zhdukurit. Sa me ndonë tash që do të ketë ndryshim në këto zgjedhje dhe kuj do t'i besohet, cilit program politik të një partije në Kosovë? S'kan program. Ndryshime kom me pas të mëlaja, edhe ndryshimet mëlaja, edhe kam një apel për qatë dëgjusin prej Gjermanie, për thamë, sukur që tha që po baj apel me votu këton, për baj apel këthefti dhe në jetën në Kosovë. Pa i s'kthehet me jetu në Kosovë kur. E është letë me full për Gjermanisë. Hajde jetën në Kosovë, po thua se të vi në Kosovë për të aprovuar jetën këto? Po, në të aprovojnë jetën këtu, se ta është për në këthejnë sër për Kninit, që e në konë që i kam pru viteve të në lejta në Knin, ta është po vinë për jetojnë këtu dhe për marrin pensionet sërbët. Ta është do të marrin sërbë pensionet këtu. Dhe përdojnë që s'kam pas shtetësit Kosovës. E vlerësoni programin politik të një subjekti politik të PDK-s, të LDK-s, të AK-s? Po, qërë korap, se këtu po follet edhe bisedat po bon me emocione, edhe telefonatat po bon me emocione, se ma lepre që votuat me emocione, sepse nuk te gjej ishe binomi Albin Vjosa, ta është ta Vjosën për qujnë të radhtare, kush janë te gjej lipdajshin, dhe me thonë edhe bisedat po bon me emocione, nuk ta është kur ta marrësh nëse merr LDK është një lider i ri, është një kryetar i ri, nuk është ajo garnitura vjetër. Nëse marrim edhe në PDK ka shumë të ri, nëse marrim edhe në Aleancë ka të ri ndryshim. Çdo kënd ka ndryshim se ka dalë gjenerata e re dhe duhet me hes, nuk duhet me shkaktu në urrëtiet e të rit, po duhet të lëmë të rit bashkë veprojmë edhe duhet të mësojmë edhe këto partitë subjekte politike që të bëjnë program dhe dërgojnë për shtëpia 1 muaj, 2 muaj para zgjedhjeve në ta shumë programin çka kanë program. Edhe pse s'realizohet është e pamundshme me realizu programin që e paraqesin. E kuptoj plotësisht zotri Ylber. Po, është shumë e mirë që çaj program quhet edhe po. Hajde tash veç edhe kët. Unë jam i bindur që dikon mbi 60% vota familjare. Shkon një shtëpi thotë që to do të me votu. Ja imponon. Ai më kon çash evropian që jetojnë çato në Evropë, nuk voton një person edhe për gjallë edhe për vajzë edhe për grua. Po s'do të më ditë ku votoi gruaja e ku votoi kë. Kur shkohet që kjo është demokraci, kur as burri se dhe për gruan, as gruaja për burrin se ku voton.
po ja imponon. Mirë, të falenderoj shumë zotëri Ilber. Kosovë është vot e imponume. E kuptoj. Nuk ka vot Nuk është vota e lira, po thua, nuk është vota e jo, lirë. kurrëç ato po garantoj, kurrëç. Falenderoj zotëri Ylbert, përshëndes shumë, natën e mirë. Ishte ky Ylberi, falenderoj atë të gjithë juve, presim telefonatën tjetër me pagesë apo ta inkuadrojmë kështu në Viber regjia. Telefonata në Viber. Alo, përshëndetje. Alo. Me mama, Edhe juve, kush po na përshëndet? Mërgimi, Mërgim nga po na tret. nga Belgjika. Nga Belgjika, si po kalani atje në Belgjik? Mirë, në po kalojmë. Gëzom, edhe ne kalojmë mirë me juve. Gjithmonë me njës, lumë ne që ju kemi juve mërgjimtarve, gjithmonë me respekt. Ju më taku e verës me ty, kom pi kafe, po puna me të regu për që të mision. Po të Na shoj? vesh mos të vatojna me urejtje. Mos të votoj me urejtja, mirë po Me tua. urejtje. Vesh urejtje në ta jekum në me veti, nuk ka nevoj kur kush as me bo program, as me dal program, as boni kështu, as bon. Urejtje ne jekum na shqiptarët në qofë se muj me jek, atëre jemi të partë në botë. Kalofshim mirë. Falenderoj zotëri Mërgim, të përshëndes ty dhe të gjithë shqiptarët atje në Belgjik. Miru pafshim gjithë të mirat. E falenderojmë dhe zotërin Mërgim nga Belgjika dhe të gjithë shqiptarët, ku do që jeni me neve. Është një numër i madh i cili është këtu me neve në DTV Media, një numër i madh i shqiptarëve që janë të bashkuar. Alo, përshëndetje. Alo, edhe juve, kush për në tret? Albani. Mirë se vjen zotëri Alban. Mirë se ju gjej. Është hera e parë që në emision që ju jenë. Disa herë më lajmëru, po shumë interesim i madh prej dëgjuesve. Faleminderit shumë. Ka mundësi. Çka po mendon, a votohet me emocion apo me program politik? Po nuk e di që në thonë, zoti Korap. Kalon me këta popullin tonë. Pakicën po thamë. Pakicën se shumica po dihet që jenë këfill, man thonë që jenë këfill, pishohin qka është e mira, qka është sovraniteti, qka është digniteti, qka është liria. Mendon që mund të ketë ndryshim në këto zgjedhje dhe kuj duhet i besohet, cilit program politik duhet i besoj populli sipas teja? Programit i cili është më i miri për Kosovën, i cili ka sovranitet, ka dignitet mbrana ti, po më mërmenja që e din krejt bashkë dëgjues edhe bashkë debatues cilët e përkrahin kënd din temin, për kundrazi dove që kanë qef veç asfalt, edhe jemi bindun 100%, Korap, që let vjen Radojqiqi, e let shtron asfalt, e let ja u bon ka 1.000 euro musës, ati tjetërit, let ja u bon pensionet edhe rrugën, pasha dy sytë e ballit s'ka më ju interesuve, absolut. Mirë, të kuptoj të tja, falenderoj shumë sepse jemi në fund. Për Kosovë, nuk ju interesant për popull, nuk ju interesant për sen këtë jetë këta, veç parën e njohin.